Ishin këta dy këngëtarët simpatik Klajdi dhe Bruno e ne vazhdojmë tutje me një tjetër storje, më konkretisht me një histori, cila ka të bëjë me Gert Zenela, një djalosh 35 vjeçar që nuk ishte i kënaqur me pamjen e tij dhe ju nështrua një intervenime apo të ndryshe abdomenoplastikës në klinikën Da Vinci në Tiranë, cila ka edhe seli në Prishtinë. Për detaje më të rrjedhshme ndjekim bashkë materialin në vazhdim. Jam Gert Zenelaj, 35 vjeç nga Tirana. Ndërhyrja që do bëj është një eliminim i dhjamit të tepërt në bark dhe tërheqja e lëkurës. Nga fëmijëria mbaj mend që kam qenë goxha tip i lëvizshëm. Vitet e para mbaj mend që, domethënë vitet e para të fëmijërisë, mbaj mend që kemi pasur thuar shumë me prindrit, bënim pushime dhe jashtë Tiranës goxha shpesh. Në moshën 10 deri 11 vjeçare pata një smundje, një bronkopolimonit nga një krau i majtë dhe që atëherë fillova të shëndosheja jashtëzakonisht shumë, domethënë, dhe në 1 ose 2 vite u bëra pak a shumë një fëmijë obez, mund të quaj një fëmijë obez. Puna e, domethënë, shëndoshjes time nuk besoj që ka qenë një gjë e trashëguar. Biles mbaj mend që kur isha i vogël, shumë i vogël, njerëzit më thrisnin karkales, isha shumë i holl. Nga mosha 18-19 vjeç, Tirana, më shumë Tirana, filloi duke më ndenjë pak ngushtë, nuk arrija të gjeja vetveten, jo më shumë për arsye ekonomike, po për arsye lirie, sepse unë ndjeja në shtëpi, unë ndjeja goxha i mbytur, edhe në shtëpi, edhe në Tiranë, në përgjithësi, sepse Tirana nuk më ofronte asnjë gjë. Vendosa thjesht në mënyrë spontane të emigroja në Itali. Mbas shumë vitesh kam punuar si elektricist, si hidraulik, kam punuar bojaxhi, kam punuar në një restorant dhe në një pastiqeri. Vendosa që të provoj të hyj shkollës, po jo se kisha ndonjë qëllim të caktuar, thjesht duke parë që gjithë shokët e mi shkonin në shkollë, domethënë ndiqnin në universitetin në Itali, thash ta provoj sepse mbase më përshtatet në një gjë. Salve professor Gerdini, come sta? Tutto bene? Si accomodi. Grazie. Ho sentito tanto parlare di lei, eh? Sì. Sono una maratoneta che fa un sacco di attività fisica. Sì, da un po' ho iniziato a fare il maratona e niente, cioè, sono venuto a fare questo percorso perché comunque ci stava qualcosa che non sentivo che andava bene. E cos'è che non va? Cos'è che non le piace del suo corpo? Comunque sono dimagrito tanto gli ultimi anni perché pesava 112-113 kg. Addirittura? Sì, cioè, sono dimagrito pian piano, però sempre questa parte dell'addome, la pelle qua, non andava. Alla fine io, cioè la corporatura che vorrei avere è questa, però questa pelle che mi cala un po'. Cioè, ma guardi, è una cosa normale perché perdere così tanto peso, questa pelle che rimane vuota poi in qualche modo un pochino rimane appesa e soprattutto quando il peso si perde tutto insieme. Da 112 a quanto pesa? 80, sono tanti chili, quindi è normale. Vediamo come posso aiutarla. Allora ho bisogno che lei si tolga la camicia e mi faccia vedere un pochino il difetto che ha. Ecco, questo perfetto. Sì, se la tolga. Allora, c'è una parte che do un pizzicotto, qui questa è pelle, c'è un po' di grasso, quindi se la giro ancora un po', ecco, le posso disegnare tutta questa zona qui, probabilmente qui,
Tutta questa zona può essere trattata, migliorata, non al 100% con la liposcultura, di qua e di qua. Okay. Poi ci giriamo davanti, ecco qui c'è un po' di pelle in eccesso, questa la liposcultura non gli fa niente, quindi abbiamo bisogno di fare un'incisione da qui a qui, si gira ancora un po', più o meno da qui a qui, che passa per qui sotto, tutta la pelle viene tirata verso il basso, quindi se ne libera quasi completamente. Poi c'è una cosa che lei non mi ha detto, che però io vedo, chissà che non le interessi, vedo che ha questo aspetto, è contento dell'aspetto del seno? No, perché comunque non mi sono mai allenato per fare... Quindi è contento o no? No, nel senso... Perché anzi, se vedo che c'è qualcosa che si può fare. Si può fare. Sì, perché questo è pure un altro aspetto, tutta questa zona qui può essere trattata semplicemente con la liposcultura e questo si appiattisce quasi completamente e fa questa armonia, questa famosa armonia del corpo, il contorno corporeo che è fatto da riempimento qui da muscoli e poi qui deve essere in qualche modo sbasato così e lo stesso dall'altra parte e anche il seno togliamo, quindi la facciamo proprio che questo nuova. Quando comincio a allenarmi io a fare un po' di palestra comunque se ne va il seno? No, nel senso ti sto chiedendo, non crea problemi queste... No, anzi, anzi no, non è che hanno nessun problema, quindi anzi le danno una spinta in avanti che la favorisce. Va bene? Adesso io la mando a casa tutto disegnato. Almeno tanto. Grazie. Buona fortuna. Grazie. Arrivederci. Ci vediamo. Arrivederci. Ci vediamo. Domani credo. Domani, no? sì, domani. Va benissimo. Grazie L'aspetto mille. e buona serata. Buona serata. Pacienti është gati, tani do të shkojmë në sallë. Kjo ndërhyrje është e shpeshtë dhe do të kryejmë liposkulptur në zonën e ijeve për të rimodeluar dhe definuar belin, dhe më pas do të vazhdojmë me rimodelimin e pjesës së sipërme dhe zonës së barkut, duke bërë të mundur eliminimin e lëkurës së varur e krijuar nga një rënje e menjëhershme në peshë. I gjithë operacioni zgjat 2 deri në 2 orë gjysmë. Shkojmë. What's to be said? We say it out loud, but never said. The permission of the world comes to me. Inside your eyes, familiar love says I'm alright. Operacioni shkoi mirë. Plani kirurgjikal u krye. Pacienti po zgjohet. Eliminuam lëkurën e varur. U krye liposkulptura. Pacienti nuk ka dhimbje dhe nuk do të ketë as më vonë. Tani i duhen disa ditë rekuperimi dhe pastaj përfundon gjithçka. Tashmë kësaj aventure i erdhi fundi, ishte një gjë që, siç e kam shpjeguar edhe herë tjera, kam dashur ta bëj me kohë, që filluar të dobësohem, ishte gjëja që më mundonte më shumë nga të gjitha. E bëra, jam shumë i kënaqur me punën e doktorëve, të gjithë stafi klinikës Da Vinci. Është një nga gjërat më të rëndësishme që kam bërë në jetën time dhe do doja t'i falenderoj të gjithë stafin e klinikës Da Vinci për punën e shkëlqyer që kam bërë. Eksperienca me gjithë stafin, sidomos me Elden që kam pas një komunikim të përhershëm, ka qenë goxha gjë e bukur, kështu që një misi që do mbetet edhe më vonë. Mbaroj.